Presidentja nuk priti as 24 orë për të caktuar datën për konstituimin e legjislaturës së 10 pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të hënën. Të mërkurën në mesditë, të zgjedhurit e popullit do të mblidhen në parlament. Pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare të përfaqësuara në kuvend dhe duke pasur parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimit të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, presidentja ka vendosur që seancën konstituive të kuvendit ta ftoj për nesër, më 11 shkor 2026 në orën 12. Prezencën në seancë e konfirmoi, mirëpo kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk tregoi se çfarë planesh kanë si parti. Nesër do t'i përgjigjemi obligimit për seancë konstituive dhe besoj që do shkojmë bare mirë gjithçka. Por pa dhënë shumë detaje, këtë bëri pastaj nën kryetari i vetëvendosjes Glauk Konjufca. Ai shpreson se në të njëjtën ditë do të formohet edhe qeveria. Nesër do të bëhet kuvendi dhe nesër shumë shpresoj që do të bëhet edhe qeveria. Për tjerat flasim pastaj. Por, për dallim prej bashkëpartiakëve të tij, Konjufca thotë se do të respektohet aktgjykimi i fundit i kushtetuesës në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Gjykata kushtetuese, siç ishte rasti për shembull vitin 2014, kur thatë që jo nuk mundi me bëj shumicën do ta bëj vetëm fituesi i zgjedhjeve. Ne u tërhoqëm dhe vazhduam sipas opinionit të gjykatës. Edhe njohësit politik thonë se duhet të funksionohet sipas gjykatës kushtetuese. Kjo është një moto nëse ai dëshiron që ta çoj poshtë shtetin, sigurisht se ka për të hyrë kësaj aventure, sido që të jetë certifikimi, votimi në KQZ nga 2 antarë të lëvizjes vetëvendosje për certifikim janë sinjale të mira se nesër edhe mund të kemi qeveri. Sidomos nëse çështja e nënkryetarit nga komuniteti serb trajtohet si kusht politik dhe jo si një proces kushtetues. Mendoj që kushtetuta jonë garanton përfaqësimin e komiteteve, por sa ajo nuk e garanton rezultatin e votimit. Një ditë më parë u bë plot një vit prej se vendi mbeti pa qeveri të re.